Por si ndodhi teknikisht, praktikisht, shndërimi i këndimit të ditirambeve himnizuese të festave dioniziake në vepra dramatike, me strukturë, me subjekt, personazhe, ashtu siç i njohim ne sot. Me sa duket ishte Thespi, është një poet i famshëm ditirambesh i mezit shekullit 6, që me ndryshimet që i bëri kësaj lloj këngë, bëri të mundur lindjen e tragjedisë. Pra risit që ai i bëri strukturës së ditirambit u bën urë për shndërimin e tij në artin dramatik të tragjedisë. Thuhet se ai veçoi njërin nga këngëtarët e korit dhe vuri të luante rolin e perëndisë së himnizuar Dionis, ose e luajti vetë këtë rol. Ky person i veçuar jepte e merrte me pjesën tjetër të korit, duke kujtuar çaste nga jeta e perëndisë apo e perëndive të tjera apo e heronjve të ndryshëm të mitologjisë. Ky ndryshim që Thespi i bëri strukturës së ditirambit hapi kështu një lojë pyetje përgjigjesh midis këngëtarit të veçuar dhe korit, duke zhvilluar kështu dialogun. Ndërkaq kori, ndonse vazhdonte të jepte përgjigje të shoqëruara me muzikë, me valle, filloi pak nga pak të adoptonte dialogun me fjalë, ashtu siç përdorej në jetën e përditshme nga njerëzit. Është pikërisht kjo risi e Thespit që shënoi kthesën për nga do të lindte arti dramatik grek.